pasurin e këto. Po në qëta aspekt të fejës, pak s'pe kuptoj që konsiderohet për shembull si dama, po qka janë qëto sankcione për një qift fejum, se zakonisht në fejës nuk ka bashketes, shumicën e kohës, apo në rastet kur ka bashketes, në shta? Shpjegimi, s'pare të shpjegojmë çka është fejesa. Fejesa është premtim reciprok për të lidhur martesë. Premtim reciprok i gjinive të kundërta, se ligje për familjen e saktëson. Do më thonë e saktëson që janë të gjinive të kundërta. Do më thonë në rast se lidhet fejesa, edhe po thamë, dy individ që kanë premtuar njëri tjetrin që në të ardhmen të lidhin martesë dhe në këtë kohë, derisa të lidhet martesa, kanë bërë shpenzime, sa i përket përgatitjes për martesë. Për shembull, kanë rezervuar sallën e darshme, kanë rezervuar pushime, kanë blerë tesha, ndoshta njëri është kufizuar për të mos punuar për shkak të angazhimeve tjera, atëherë gjithë ky dëm në rast se bashkëshorti apo personi tjetër i fejuari, do më thonë e prish pa ndonjë arsye të fortë fejesen, atëherë duhet të bëhet kompenzimi i dëmit. Nëse se ban vullnetarisht, atëherë shkojmë me padi në gjykatë, edhe duhet bëhet kompenzimi i dëmit atij personit apo familjarëve të tij, të cilët kanë financuar atë. Por në këtë rast avokat për fejes nuk ka dokument shkruar, nuk shkruan çifti që po u fejohen, sikur në rastin e kurorëzimeve. Në këtë rast apo hyn tradita jon fejesa si tradit, si koncept tradicional në legislacion të Kosovës. Realisht, se cili legislacion i ka marrë edhe frymen tradicionale të cilet kur është ndërtuar ligji, sepse ligjet dalin apo burojnë nga vetë populli. Andaj nuk janë ligjet të qëndrueshme ato që janë kundër traditave të popullit. Kështu që edhe kjo fejesa është marrë nga tradita e popullit. Kështu që mos të ketë ndarje bashkëpakurrëgjo pa pas pasoja juridike. Andaj edhe këtu ana tradicionale është futur në ligjin e familjes, për shkak se mund të ketë dëme. Nuk mund është mu largu për një personi pa arsye, por edhe tjetra, nuk mund ta detyrosh personin të martohet. Edhe kjo është rregulluar me ligj. Nuk do të thotë që fejesa është lidh, që është bërë premtimi reciprok për të lidhur martesë, e në rast se nuk martohesh, ti të padit personi tjetër të obligoj të martohet, jo, apo të ketë gjub. Edhe premtimi për gjub ndalohet ligjërisht, por dëmet që ju kanë shkaktuar personi tjetër gjithsesi se duhet paguar. Se po na intereson se cilit po besoj personalisht si ta gjejmë, për shembull, ç'është me bo dëshmin për fejesën. Besojmë se fejesa mund të qenë shumë private vetëm mes dy partnerëve, një unaz, apo a duhet familja me shku me dëshmitar, që tha e nisi nuk ka dokument të shkruar si me dëshmu fejesën. Për shembull, nëse dikush e ka këtë problem, me ditë ka muqas qysh me vepru. Edhe fejesa, sikurse edhe bashkëjetesa, nuk ka ndonjë akt juridik që e nënshkruajnë në komunë. Por kjo vërtetohet, kjo dëshmohet në bazë fotografive, në bazë dëshmitarve, dhe secili që thirret në gjykatë që dëshmon është provë lidhur me rastin e caktuar. Ata do të thonë dëshmitar njerëzit duhet të jenë. Njerëzit duhet të jenë fakte, duhet të jenë për shembull unazat, në rast se janë shkëmbyer unazat, mund të jenë fotografitë, gjithçka në këtë aspekt. Tash fotografive s'ju besoj me AI, mundet me ndodh gjithçka, po m'duket. Absolut, po gjykata i verifikon të gjitha, ka kompetencën të verifikon gjitha, dhe tash jemi në një kohë që domethënë është specializuar edhe fusha të zbuluarit. Fotografita janë origjinale apo janë bë me AI, apo dëshmon persona tjerë. Nuk ka sot fejes që mbahet mshefur. Se cila fejes ka foto. Instagram. Momentin që ka foto, atëherë janë dëshmit mjaftueshme për gjykatën që të konsiderohet aja që ka ndodhur një fejes në rastin konkret. Si për fejesën, si bashkëjetesën, është e njëjti parim me dëshmitar? Apo dallon? Sepse as tek fejesa, as tek bashkëjetesa nuk ka letër të shkruar. Senca është që provat nuk kanë të bëjnë me një akt o fejesa, martesa apo bashkëjetesa. Secila provë dëshmon për rastin e caktuar, si në aspektin civil, si në aspektin penal. Nuk kanë të bëjnë. Secila provë mirret në gjykatë. Mirë, çka nëse një çift as nuk u feju, as nuk ka bashkëtu, por janë lidhje. Janë lidhje disa vjeçare. Çka ndodh në situatë të tillë që mas 2-3 viteve ndahen? Po s'ka pasojë juridike lidhur me ta.
Po nëse planifikojnë për shembull me jetu bashk, po nuk e kanë shpall fejesën. Veç po bëhen gati për me bashkëjetu. Planifikimi dhe bonja gati nuk ka pasojë juridike se s'ka shpenzime. Planifikimi është diçka që ti planifikon. Po shpenzim kohor për shembull. Shpenzim kohor, kam prit njëri tjetrin, 5-6 vite, këtë familjet e din, familjarët prindrit çaprion e din. A bëm pak me zbut këtu të shpenzimi kohor, Maraja Keri e ka denoncu një prej ish partnerëve, nuk e di sa milion i ka fitu, veç për shkak të shpenzimit kohor që ja ka marrë ai partneri kohën, e ka fitu gjyqin. Shpenzimi kohor është shpenzimi për të dy, sa ai nuk jeton për tjetrin, po jetojnë domethënë bashkarisht. Kështu që nëse ti kërkon shpenzimin kohor prej partneres, gjithsesi ai ka me kërku edhe aja shpenzimin kohor ndaj partnerit. Kështu që shpenzimi kohor nuk llogaritet dëm financiar. Nëse 7 vjet kanë qenë lidhje çaj çift. Mas 7 vjetë, djali, vajza, kush dhe qoftë, e kam premtu njëni tjetrin që kena më feju, më martu mas për 7 vjetë. Mas 7 vjetë për ndahen. Veç që të tani dallon për shembull aja rregullimi juridik. Momenti që të ka fejes, edhe ti premto për martesë, që të sankcionohet, që të rregullohet me ligj. Ke dhurata që ajo mbleja përfshihen që të se tash, edhe në mënyrë tradicionale, na e dim që kur prishet fejesa, kthehen ato çeyizet zakonisht që i blehen ari apo çka do tjetër. Esenca është që dhuratat e aspekti fejesës kthehen, se cili partner apo i fejuar ka të drejtë të kërkoj kthimin në dhuratav të cilet ja ka bërë. Zakonisht femrat marrin më shumë dhurata, stoliari, ka drejtë tani partneri mashkull që është, ka drejtë me kthy nëse rast se u prish pa fajin e tij, u prish fejesa, atëherë ka të drejtë të kërkoj kthimin e dhuratave, po edhe për partnerit tjetër ka të drejtë të kthimin e dhuratave. A ka raste të tilla, janë të njoftuar mjaftueshëm qytetarët në Kosovë rreth këtij lloji legjislacioni? Sa i përket rregullimit ligjor, jo. Në shumicën e rasteve nuk kanë. Kam pas për shembull mira mesazhe lidhur me këtë temë. Unë që është vërtet e kom ditë, po nuk është që mu ka duk qaq interesante saq deri e kom postu videon. Po sido që t'jetë, kjo është në frymën e traditës, ligji është në frymën e traditës, edhe më herët edhe tradicionalisht e kanë ditë këta dhe e kanë vepru njëjtë, i kanë kthy dhuratat nëse janë feju. Nashta në gjitha rastet, jo për në shumicën e rasteve i kanë kthy dhuratat e shkëmbyra njëri me tjetrit, secili që i ka dhënë. Qa përshot që është bunë është pak ma problem tash, që shfaqet si problem, sepse dikur kanë qenë bashkëtesat edhe nusja ka shku në shpe me bjerit edhe s'ka pas investim shumë të matë të përbashkët. Sot, kemi shumë qifte, cilët po investojnë për me dojle dhe me jetu vetë. Do me thonë investojnë edhe qika, edhe djali, 2 ose 3 vite e mobilojnë shtëpin edhe mandej që aty kur po vjen kur po prishet martesa, janë investimet, janë tenxherit, janë gotat, që kjo po më duket është edhe pse, tash po është ma problematike, sepse është ma shumë që po bëhet investim i përbashkët, se sa për para, kur një gru ka shku në shtëpin e burrit, ajo s'ka pas shka me investu deri atëhere. Për shta ligje e ka reguluar, për shamun se në martesë dhe në bashkëtesë u shpej moment gjitha pasuria e ndërtuar, apo e kryuar së bashku, si në bashkëtesë, në martesë, ndahet në dysh në rast të ndarjes. Tash, masi, do më thonë të bashkëtesa dhe të martesa është reguluar kështu, tash të fejesa është se cili kontribut financiar, dëm financiar që i ka kushtu. Për shamun nëse ti e blen me të fejuaren, apo të fejuaren e blen një banesë dhe ndahesh. Në rast se nuk ka këtu fajtor, në gjykata, do më thonë, janë një pjesën e kontributit sajna në ndërtimin e qasajna që e ka ndërtu, banes, mobile, qka do që janë një kontributin, andaj e obligon palën tjetër që të ja kthej, apo të ja kompenzej. Në fejes nuk ka caktim të dëmshpërblimit, në rrasë se a mirën vesh palët për në dëmshpërblim të mund? Jo, është ndaluar nëse ti në fejes ti i premton tjetrit gjobë. Nëse unë për shembull apo para, kusht, si të them, nëse ndahem nga ti i ki 10.000 euro, ose nëse ndahesh nga unë i ki 10.000 euro. Për shembull është ndaluar me kjo pjesë. Se konsiderohet si lloj shantazhi diçka tillë apo?
Po Lloj kursnimi apo jo, absolut, po nuk duhet të vend pozit tjetrit që tani mund të hek dorë nga pjesa për shkak të obligimit financiar, sepse thamë edhe në fillim se nuk mund ta detyrosh personin tjetër të martohet me ju, edhe pse je feju. Fejesa është akt juridik, po nuk mund ta detyrosh personin tjetër të martohet, se mund të ndryshojnë ndjenjat, mund të ndryshojnë situata. Po kur nuk ka edhe raste tjera që ti nuk je i detyruar me dëmshpërbly personin tjetër, për shembull, në rast se ka tradhti bashkëtorë, atëherë nuk je i detyruar ta dëmshpërblem personin tjetër. Nëse u lidh fejesa me mashtrim, nëse ka pas dhunë gjatë fejesës. Edhe ti do mundohet, nuk ka pasoja juridike. Po dhe këtu pasoja juridika gjykata i tallon shumë apo i këshyr në detaje për shkak se nuk mundesh ti me kërku gjithçka. Ti e kërkon, po gjykata e vendos vetëm për atë pjesë sa është proporcionale me dëmin e shkaktuar, po jo çdo shpenzim. Tash, avokat, nëse pak a shumë parimet tradicionale janë futur brenda legjislacionit, a është korrekte edhe në ditën e martesës ose në ditën kur bëhet kurorëzimi të përcaktohet dëmshpërblimi në rast të shkurorëzimeve? Ndalohet, unë thamë është më herë se ndalohet. Edhe në martesa. Edhe në martesa, në çdo kund. Po shpesh herë shohim që është si vegz, si tekst që në rast se bëhet ndarja është dëmshpërblimi kaq ose kaq. Jo, është e jashtëligjshme. Çdo gjë që Po kontratat paramartesore zakonisht që bëhen është përfshihet këto që i bëjnë. Kontratat paramartesore. Kur dikush ka shumë parë vetë nëpër filma që i kemi pa, kur dikush ka shumë parë dhe dikush s'ka që do të bëjë kontratat paramartesore, këtu veç mos të ngatrojmë për shkak se zakonisht për shembull çiftet mund me lidh kontratë paramartesore se pasuria jeme është e jemja, edhe pasuria jote e krijuar pas martesës është e jotja. Kur të bëhen ndarja pasurisë paraprake, secili e din çka investon. Kjo është e drejtë, po nuk është e drejtë të themi se nëse rast se e prishti martesën e ki gjoben kaq për shembull 10.000 euro ose kimi kthy çapo dione. Po në rast se ka, po tash në martesë gjithçka ndërtuar së bashku ndahet. Kjo është. E tek fejesa që sa ekziston ky lloj parimin, ky ligj? Prej se ekziston ligji i familjes. Nuk e di në cilën vetë është, po Keni pasur ndonjë rast të tillë me trajtuesi lënd? Rastet më shumë janë trajtu ka aspekti popullor. Për shembull i kanë kthy, zakonisht janë merr vesh, si thonë, me familje, mësitrit, dhe janë merr vesh, janë kthy me ndërmjetësues këtu. Por në raste të praktikës juridike ndoshta ka më pak, për shkak se edhe njohurit janë kanë shumë më pak për shembull të qytetarët. Unë thash që kanë pas mira mesazhe lidhur me këtë temë. Edhe, po, zakonisht, për shembull, unë kanë pyet, për shembull, po unë jam ndaqe një kohë edhe s'ku marr kur gjë, për shembull, e kum lënë shkollimin këtu, sepse e kum pas qëllimin për me shku jashtë mu martu. Zakonisht, për shembull, këta bashkëdhetar që kanë marrë ose bashkëshorten ose bashkëshorten këtu, ja kanë ndërprej shkollimin, ja kanë ndërprej punën, e kanë shti për shembull me ndjek kursin e gjuhëve, e gjithë ky dëm që ju ka shkaktuar me ndërprerjen e punës, me shkumin për shembull në kurs, aja koha që i ka marrë edhe energji, po i ka marrë edhe para, e gjitha kjo kohë mund të dëmshpërblehet nga personi tjetër, nëse ai person ka hequr dorë pa ndonjë arsye konkrete, siç tham, nëse s'ka pas dhunë, për shembull s'ka pas tradhti bashkëtorë, apo çfarë dëmshpërblimi mundet me marrë, vlerë monetare, se koha nuk kthehet më. Po cili është dëmshpërblimi që e merr njëri prej këtyre? Po në shumicën e raste merret në vlerë monetare, aq sa është për shembull e matshme. Kjo pjesë për shembull, koha për shembull nëse ka qenë duke punuar me një rrogë 1.000 euro, edhe tash është larguar, i ka thonë bashkëshorti që është jeton në shtetet perëndimore, i ka thonë le punën se s'ki nevojë me punu, edhe ti vazhdo kursin, për shembull aja llogaritet ka ekspert financiar të kësaj fushës, për shkak se juristët ndajnë drejtësi, po nuk kanë qasje në llogaritjet, kështu që ka ekspert financiar që llogaritin sa ju ka shkaktuar dëm gjatë kësaj kohe, sa ka mujt me arrit në karrierë, e gjitha këto i merr e vlerëson, për shembull vlerësuesi që është financiar dhe ja dërgon gjykatës, gjykata mbazat i vlerësimit zakonisht vendos lidhur me kërkesëpadin. Agnesa, avokati përmendi çështjen e raporteve, sidomos me mërgjimtarët, me diasporën. Ka prishje të këtyre fejesave, ke dëgjuar shpesh të këtyre lloj lidhjeve që krijohen nga vajzat ose djemt
reciprok me diasporën? Po, ka fatkeqësisht këto lidhjet në distancë, zakonisht bëhen janë shumë të ftohta dhe çifti nuk e njeh shumë njëri tjetrin. Shumicën e kohës, e di në të 90-at ma shumë kom dëgju, jo sot sepse është me internet edhe qasja është më ndryshe, por në të 90-at kemi pas fatkeqësisht shumë gra viktima, cilat kanë qenë këto, kanë jetu, i kanë rrit fëmijët, edhe mas 10 vjetëve, 15 i kanë kuptu që burrat e tyre kanë kriju komplet familje të tjera. Mandej kemi pas këtë evazionin që jo martu për letra, për me i bo dokumentat, mirë po mandej ajo ka fillu ka qenë një familje komplet tjetër. Unë besoj që kjo është një pjesë shumë e dhemshme, një kujtim shumë i dhemshëm i kësaj periudës që edhe sot nështë i bortim këto pasojat të kësaj mos sigurie. Sepse na jemi rrit, e dim në të 90-at gati në secilin shtëpi kemi pas ka një familjar jashtë, mandej gjithmonë ka qenë tuta mos edhe ky ka një familje të dytë ose diçka të tillë. Po du me folë pak edhe për fejesën si koncept, kur kom qenë më eri, më ka duke diçka pa lidhje. Çka është fejesa, kur ti jenë shpitone halajnë, shpit vetën. Se du të me egzistu Sot, one mendoj që është një prej gjërave më të mira, sepse është paka shumë qysh e shoh një lloj promo apo traileri i asaj jetës së ardhmes. Çka po të pret? Fillimisht na e dim që raporti apo bashkëtesa në të ardhmen nuk bëhet vetëm prej dy personave, prej mashkullit edhe prej femrës, po janë dy familje të cilat bëhen bashk për të kriju trashëgimtar të ri. Janë gjenet e dy familjeve të përbashkëta dhe është shumë e rëndësishme që komplet edhe familjet të pajtohen njëra me tjetrën. Nëse gjatë fejesës fillojnë probleme të tilla, jo kështu, jo ma bone, jo ashtu, unë besoj që shito janë këto shanjat e para që nuk do t'jetë shumë një familje funksionale. Edhe sot thëmë që është mirë, për shkak që po, edhe traditat tona janë të mira, na duhet ta kemi lirin, unë jam kundër atyre traditave që jo mu mshelë në shpe, gratë e krejt. Mirë po, familja si institucion, si koncept, duhet është kryesorja. Ma shumë e ki ofër familjen, se sa shtetin, institucionin, e sidomos sot të na. Duhet të kthehemi tek vlerat e familjes. Qëre, une nuk e i besoj asoj, kur komplet familja ty tëtë nuk bën që ideal, edhe ti i kthehësh krejtve kundër. Ka diçka aty. Po i flasë këtë, po thomë se po i bëj gati 40 vjetë, edhe kur i ki 15-20 vjetë, ti je i apasionum pas asaj ndjenjës së afeksionit, dashnisë, një personit që është një emocion që e ki edhe me hormone, po fatkeqësisht sot na po e shohim që numri i divorceve është më i lartë se kur, edhe një avokati e din është më mirë sa problemit i kemi në mes të familjeve. Ku përfshihen mos marrëveshjet familjare. Sa i përket diskutimit, i vrejta për shembull dy gjëra. Më herët që kanë kriju për shembull një familje jashtë dhe kanë pas edhe një familje kanë ndërtu. Ligji këtu e sankcionon për shkak se nëse ekziston një martesë, martesa tjetër është nule në aspekt juridik, letrave, jo të përmbajtjes, po në aspekte, po edhe tjetra, nëse dikush është martu për letra, edhe ajo martesë për shembull është nule, apo nuk ka pasoja juridike për shkak se ti s'mundesh mu martu me dikon për letra, për shkak se duhet dim qëllimi, është qëllimi i një martese, është domethënë bashkëtesa në mes të një çiftit, gjithashtu edhe ndërtimi një familje. Nëse dallon apo çalon nga ky qëllim, atëherë këtu martesa domethënë janë nule apo nuk prodhojnë efekte juridike. Po dhe sa i përket të shtjelloja që pjesën të fejesa, nëse këtu fejesa rregullon nëse njëri hiq dorë, po nëse njëri hiq dorë për fajt të tjetrit, atëherë tjetri duhet, nuk ka pasoja ky që hiq dorë, po tjetri që ja ka shkaktu ato pasoja për të hiq dorë. Kështu që ati tjetrit ju mveshet që ky kompenzimi dëmë. Avokat, tash në rastet e martesës, kur ka kurorëzim, ti nuk ke mundësi me u martu prap me bukuror mbi kuror. Jo. E në rastet e fejesës, a ke mundësi me u feju 2-3 herë?
Fejes mbi fejes, a ekziston si koncept në aspektin ligjor, a trajtohet? Jo, masi s'ka, të martesa është aspekti juridik, s'mund është me shku me lidh me shku me ba një qatë që thojmë na në komunë të ofiqari, nëse ekziston për shembull një martes tjetër juridike. Po tash nëse ekziston një martes tjetër juridike, tu mund është me pas edhe disa gra tjera, po nuk mund është me pas me akt juridik. Andaj edhe ato nuk mund me marë për shembull trashëgimin tonë nëse s'kan akt juridik. Aja që ka akt juridik, aja e merë trashëgimin. Momenti që shkurorzohet, vjen tjetra me martes, me akt juridik, aja tjetra dhe më thonë nuk merë dhe më thonë pasuri, po merë kjo tjetra që është, apo ka qenë deri në momentet e vdekjes me te. E tek fejesa kur lirohet personi ose personja, vajza djali, kur lirohen nga bara e fejesës, kur ka mundësi me u feju prap, me diko tjetër. Sepse nëse tash të për e tratojnë, që me thonë, njëni tjetëri në fejesën e parë, dhe ligjë tash hajde po e ndjek me ligjë dëmshpërblimin këto krejt proceset, kur lirohet nga kjo barë që t'i hapet rrugë për një fejes të dytë? Legale. S'ka fat ligjor. Momenti që të prishet martesa, personi tjetër nëse i ka shkaktu dam ka drejt kompenzimit damit, po kjo nuk do të thotë se do të pritur për fejesën e dytë. Nesrit mund me ba, apo qatë ditë mund me ba fejesën tjetër. Nuk ka, do më thonë, afat kohor lidhur me pritshmërinë për të fejuar me tjetërin. Pavarësisht atë lejon partnerja jo? Jo, s'ka lidhje. A pajtohet partneri? Jo, s'ka të baj me partnerin. Me partnerin mund me kanë edhe i martun, po mund është me lidh fejes tjetër, po thamë, jo legjitime. Kupton se fejesa zakonisht është premtim reciprok, që familjet bëjnë njëra me tjetrën, që në të ardhmen të ketë martes. Po këtu deshta më lidh që edhe fejesa, po edhe martesat e ligji familjes e rregullon aspektin e gjinive të ndryshme, apo të gjinive të kundërta. Në dhe asnjë aspekt nuk e lidh, për shta dhe ligji i familjes nuk i nje këto kategori që janë për shembull homoseksualt, apo gjinit e njëjta që dojnë me lidh fejes apo martes. Kështu që në atë aspekt janë ato martesa apo aty fejesa janë nul dhe nuk prodhojnë efekte juridike në rastin e gjinive të njëjta. Për shkak se, domethënë, ligji e rregullon në këtë formë dhe tradita jone është në këtë formë. Agnesa, ligji si ligj, avokati po thotë ka ekzistuar, po na si popull, si komunitet, so që pas kom dëgju fort për këtë farë parimi, sa mendon që nxit ose dije kolektive që të evitohen prishjet e fejesave, ose edhe të ndjeken si raste ligjore procedurale? Zakonisht, kudo që nuk ka dokumente në nënshkruar, të na merrem vesh me familje, me burra, vllaznit, me zveti, po besoj që nuk ka ndonjë efekt shumë të madh, për shkak që po them, në qështime do është, kur nëzirin probleme, se më ka rojë dhe me shkune për qendra për punë sociale, kur janë personat problematike nëzirin kajde të ndryshme për me akuzu një tjetrin zakonisht milion. Fajnë është mundet me qeni kërcnem ma shumë që jo me mbrojton edhe me legjë ose diçka të tillë, po thamë, për mu nuk e besoj që një cop letre e determinon atë se si ti dush musil as martesa, sepse dhe martesa prisha, divorcuash. Qaj letër, qaj nënshkrim, ty nuk të bën me ndru si person, as nuk të ndrën si karakter, apo edhe nëse ti veç për qatë cup letre mundosh, apo e bën një jetë false, atër as kjo nuk është okej, prap. Të raporti edhe bashkërtor, por edhe të fejesa, nuk është çështja me kufizu tjetrin që në të ardhmen mu martu, apo me nejtë bashkë. Çështja është e demi, a është në rregull, është në rregull, sepse dikujna i shkaktohet dem këto. Për shembull, nëse dy të fejuar, edhe njeri pagun për një pushim, për shembull, 2-3.000 euro ose 5.000 euro në Maldive, edhe ai pa në ndonjë arsye e prish që çështjen kur të bëhet martesa që më shku në pushim. Atëherë do të kompenzohet dami. Tash edhe pelen partnerin tjetër, edhe s'pja pagun në damin, për shta është të rregulluar në kjo formë legje, dhe është shumë mirë që është të rregulluar. Do thotë, ka mundësi me u vedisu edhe me shfrytzu? Si hapësirë ligjore? Po, absolut, unë menej që në të ardhmen ka me egzistu padijat, edhe pse unë i them që afati për padi ligjore është 2 vjet nga momenti shkputjes e fejesës, kështu që në të ardhmen unë mendoj që ka me pas shumë padi lidhur me damet të shkaktune, sepse nuk duhet marrur këtë
pjesë vetë si emocionale apo tradicionale, por duhet ketë kujdes sepse ky, domethënë ligji për familjet prodhon pasoja juridike edhe për këta të fejuar nëse shkaktojnë dëm. Kështu që do të menohen mirë secili çift kur lidhen fejesë, mos të shkaktojnë dëm njëri tjetrit, po nëse ato investime financiare të bëjnë së bashku, për ndryshe do të kenë obligim ta kompenzojnë. Qyrenis na që shemi pak popull gjakën zet, që shme ndispresin pak mu shty, edhe mu pëmdo këtë pak problematike ma antej për një pushem 500 euro se 2000 euro dhe kur prishet fejesa vazhdojnë me qenë që ajo tema dhe 3-4 vjet, mu përlo me shkune për gjykata, për me nda një dhurat ose 2, diqysh. Po thamë, pak a shumë, jemi popull kështë që me ndispresin, mu kap ma ndese, edhe po ma mërë manje që ka me pas edhe që si ndikimi. Fatkeqësisht, po flasë. Unë ma shumë jam për mu kry me paqe, hajde, se cilin jetin e vetë, allalt kofshin, ose kondër ta, për veti e ki. Aspekti juridik dhe drejtimi në gjykata është me paqe. Edhe pse është kontestuse në gjykata, apo nuk ka të baj me këtë aspekt. Po, veç që aty paqe s'ka avokat, po më duket. Shenca është që të dëm shpërblejet ati personi që jo bëhen dëm, kaq. Absolut. Avokat, faleminderit shumë për kohën dhe që e sollën në mbamendjen tonë këtë çështje. Agnesa, faleminderit shumë. Gjithmonë. Atë shikues të nderuar, kaq kishëm në këtë tërës diskutimi për këtë temë pas një bloku të shkurtër marketingi.